Vetëm pak minuta stuhi ishin të mjaftueshme që rrugët në Maqedoninë e Veriut të mbushen me degë të thyera, pemë të rrëzuara dhe dëme të shumta materiale. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, janë raportuar 145 automjete të dëmtuara, 46 çati të dëmtuara, 189 pemë të rrëzuara, 7 semafor të dëmtuar, 10 të lënduar, shtylla elektrike të rrëzuara në fshatrat Dobroshnici dhe Gradoshorici, si dhe ndërprerje të furnizimit me energji elektrike në fshatin Svidovic. Pasojat e motit të lig janë ndjerë në disa rajone, veçanërisht në Shkup, Kumanov, Tetov, Velez, Strumic, Makedonski Brod dhe Shtip. Ndërsa nga MPB po ashtu theksuan se stuhia shkaktoi dëme edhe në disa institucione shtetërore dhe objekte me rëndësi jetike. Stuhia shkaktoi dëme edhe në disa institucione shtetërore dhe objekte me rëndësi jetike, duke përfshirë objektet e prokurorisë themelore publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, kompleksin Vila Vodno, bazën policore të aeroportit Petrovec, ndërtesën Nova Makedonia, si dhe në objektet e Ministrisë së Financave, Ministrisë së Bujqësisë dhe Prokurorisë Publike. Pasojat më të mëdha u regjistruan në zonën e sektorit për punë të brendshme Shkup, ku deri në orën 22 u regjistruan 117 automjete pasagjerësh të dëmtuara, 35 çati të dëmtuara, 189 pemë të rrëzuara dhe 7 semafor të rrëzuar. Në zonën e SPB-s të Kumanovës u raportuan 9 automjete të dëmtuara dhe 3 çati të dëmtuara. Në zonën e SPB-s së Tetovës janë regjistruar 5 ngjarje, nga të cilat 3 ishin dëmtime të automjeteve të pasagjerëve dhe 2 ishin dëmtime të çative. Ndërkaq në zonën e SPB-s së Velesit janë raportuar 2 raste të dëmtimit të automjeteve të pasagjerëve të shkaktuara nga pemët e rrëzuara. Në zonën e SPB-s së Strumicës janë raportuar shtylla elektrike të rrëzuara në fshatrat Dobroshnici dhe Gradoshorici, si dhe ndërprerje të furnizimit me energji elektrike në fshatin Svidovic. Në zonën e SPB-s së Manastirit nuk janë regjistruar pasoja të rëndësishme. Në zonën e SPB-s së Shtipit janë regjistruar 14 raste të dëmtimit të automjeteve të pasagjerëve dhe 6 raste të dëmtimit të konstruksioneve të çative. Po ashtu, nga MPB thonë se dëme ka pasur edhe brenda qendrës rajonale për çështje kufitare veri.